Ishte mje vonë dhe qyteti ishte zhytur në heshtje. Në një kënd të xhamis, ulur në hije pranë një shtylle, qëndronte një djalë i ri. Sytë e tij të lodhur nuk lëviznin, ndërsa duart i kishte të mbërthyera mbi gjunjë. Ai nuk po lutej me fjalë, nuk po fliste fare. Vetëm qëndronte aty, i mbuluar nga pesha e mendimeve dhe e dhimbjes që i kishte mbushur zemrën. Ishte një nga ato net ku njeriu s'ka fuqi as të qaj, e as të flas. Veç rri dhe përpiqet të mbijetojë në heshtje, duke kërkuar një shenjë që nuk e di si duket. Në një moment, me një zë që mezi doli nga goja, ai tha: "O Zot, më dëgjon vallë?" Nuk ishte një lutje e plotë. Ishte thjesht një pyetje që doli nga thellësia e shpirtit, një copës shprese që s'dinte ku ta varte. Në atë çast, një burr i moshuar që ishte ulur më tej në errësirë, u kthye ngadalë dhe tha me një zë të qetë: "Po, ai të dëgjon. Edhe atë që nuk e thua dot. Allahu e dëgjon edhe zemrën, jo vetëm gjuhën." Djali ngriti syt me habi. Nuk e kishte vënë re praninë e plakut. Ai nuk i tha më asgjë, vetëm uli kokën dhe për herë të parë në atë natë, syt ju mbushën me lodh. Ai nuk mori zgjidhje atë natë, por mori siguri që nuk ishte vetëm. Që dikush e dëgjonte. Që Allahu ishte afër, edhe kur fjalët nuk dilnin. Mësimi. Nuk ka nevojë të kesh fjalë të bukura për të dëgjuar nga Allahu. Ai e kupton edhe atë që zemra jote mezi e mban brenda. Një amin një thënë në errësirë, pa zë, mund të ngjitet në qiell si një brit me shpirtit.